Mirëmbrëma. Mirëmbrëma përsëri, mirë se erdhët. Do të bëj parashikimin javor, siç do të shtunë tashmë. Si gjithmonë e bëjmë në orën 19. Kam lidhje të drejtë për drejta të shtunave, siç e shikoni, kam për parashikimin javor. Ndërkohë që ditëve të martë të bëj parashikimin për ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Javën që kaloi ishte me pyetje përgjigje, ndërkohë që këtë javë që vjen, ditën e martë, do të jetë në lidhje me hënën e plotë, që është tek shenja e Demit. Përveç kësaj, bëj edhe parashikime ditore, ku jap disa informacione të shkurtra dhe mendoj që janë goxha efikase për të përdorur atë ditë në maksimum ose për të shmangur probleme. Ndërkohë që përveç këtyre kam edhe shërbime me pagesë, ato përmbajnë konsulta personale, pra të gjitha informacionet që nuk mundeni t'i gjeni tek postimet e mia ose tek videot që kam tek kanali im YouTube-it, mund t'i merrni nëpërmjet konsultave personale që përmbajnë analizën e hartës, mund të bëjmë parashikim për të ardhmen, njëjtë që është e vlefshme dhe analiza për lidhjen tuaj. Ndërkohë që ka shumë persona që nuk e dinë orën e tyre të lindjes dhe si rrjedhojnë nuk mundën që të gjejnë edhe ashëndetin e tyre. Ky është një nga shërbimet që unë ofroj. Mund të gjejmë orën e lindjes dhe si rrjedhojnë dhe ashëndetin tuaj. Përveç këtyre, mundemi edhe të marrën tashmë mësime astrologje për të gjithë ata që kanë interes në këtë pikë. Unë si fillim po jap edhe një raditje, duke qenë se ka shumë persona që më pyesin ende se si duhet i dëgjojmë raditjen e parashikimeve. Në radhë të parë do të këshilloj që të dëgjoni ndikimet të përgjithshme, duke qenë se na ndikojnë të gjithëve, pavarësisht nga shenja. Pas kësaj do të këshilloj të dëgjoni ascendentin tuaj, normalisht nëse e dini, dhe pas ascendentit të dëgjoni shenjën tuaj të zodiakut. Kjo është raditja më e shëndetshme, do të këshilloj që ta ndiqni në këtë mënyrë. Siç e thash, për ata që nuk e dinë shëndetin e tyre, gjithmonë mund ta merrni këtë si shërbim. Kjo javë do marr edhe 2 ditë nga nëntori. Ndikimet më të rëndësishme të kësaj jave do të jenë kemi kalimin e Mërkurit tek shenja e Shgjetarit, do të jetë ditën e mërkur në datën 29. Gradualisht pas ditës së njëjte, Mërkuri do të fillojë që të ngadalsohet, sepse më pas do të kalojë në retrograd. Kjo do të jetë javët në vazhdim. Gjithsesi, duke filluar nga dita e njëjte e tutje ose më thënë nga dita e premte, do të jetë goxha më ngadalsuar. Kjo do të thotë që mund të kemi edhe disa probleme. Në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm në lidhje me komunikimin tonë, duke qenë se mund të jemi shumë të nxituar në atë çfarë duam të themi, atë çfarë duam të bëjmë. Dhe kjo detyrimisht mund të na shkaktojë probleme, por nga ana tjetër vendosja e Mërkurit tek shenja e Shgjetarit është një vendosje shumë pozitive, shton në mënyrë të dukshme bot kuptimin ton, thellimin aty, dhe kemi një perceptim shumë më të gjerë edhe të gjithçkaje që kemi aktualisht në jetën tonë dhe duam që ta zgjerojmë ato dhe më tepër, komunikimi, kontakti që kemi njëri tjetrin përmirësohet në mënyrë të dukshme, kalojmë në një mënyrë më intelektuale komunikimi tashmë dhe kjo detyrimisht na ndihmon edhe për të thelluar të gjitha marrëdhëniet, sidomos në lidhje me edukimet ose me trajnime të shumta shumë pozitive, por nuk do të thonë thjesht për këto, do të thotë që do të kemi një mendje e cila punon pak më thellë ose pak më fuqishëm se sa zakonisht, dhe siç e thash, ky është një ndikim shumë i madh pozitiv. I njëjti Mërkur gjatë gjithë javës në vazhdim do të ketë edhe kënd negativ me Uranin, dhe kjo do të thotë që informacionet që ne marrim nga universi ose informacioni në mënyrë se shpërndahet, ky mund të jetë pak problematike, mund të kemi probleme me teknologjinë javën në vazhdim. Këto ta ndiejmë më tepër ditën e Mërkur dhe të njëjtë, duke qenë se do të jetë fiks në këndin ose kulmimi i atij këndi, por janë diçka të paktën në nivelin individual, është diçka e shmangshme, në qoftë se thjesht marrim masa, bëjmë kopje të gjitha informacioneve të rëndësishme, sidomos ato që kemi nëpër telefona ose nëpër kompjutera. Për sa i përket rrjetit të komunikimit, këtu mund të kemi edhe një manipulim të dukshëm, mund të kemi shpërndarjen e informacioneve të rrema, por pas kësaj, menjëherë pas kësaj, do të kemi edhe sqarimin e tyre, prandaj dhe ditët e Mërkur dhe të njëjta do t'ju këshilloj që informacionet që do të dalin ose lajmet që do të dalin gjatë atyre ditëve, të jemi pak më të vëmendshëm, ose më themi më përzgjedhës, dhe t'ju lëm pak kohë para se t'i besojmë ose të veprojmë në bazë të tyre.
Java në vazhdim ose më fundjava në vazhdim, të gjitha këto si informacion do të sqarohen, do të dalin në sipërfaqe ato çfarë mund të qenë të rema dhe do të kemi relativisht një fundjavë më të butë fundjavë në vazhdim. Kemi disa ndikime shumë pozitive, do të kemi një krijim të një trekëndshi uji. Ndikimi i tij do të jetë në një farë mënyrë shërues, sepse do të kemi një shërim ne me botën tonë të brendshme, po ashtu edhe me universin, e njëjtë është e vlefshme edhe me anën tonë shpirtërore, duke qenë se një nga këmbët e këtyre trekëndshë është edhe Jupiteri dhe Saturni. Kjo do thotë që do të kemi një energji vërtet shumë të lartë shpirtërore në ajër. Edhe komunikimi që kemi me njëri tjetrin do të thellohet shumë më tepër, sepse kemi një empati shumë më të lartë. Kjo do të sjellë si rredo edhe shndërimin, transformimin e të gjitha marrëdhënieve tona dhe transformim të brendshëm, i cili mund të sjellë dhe shërimin edhe të sëmundjeve fizike. Duke qenë se do të kemi një zhvillim të dukshëm edhe nga ana mjekësore, kjo do të thotë që edhe individi do të preket nga kjo, prandaj edhe të gjithë ata të cilët kanë prirje ndaj sëmundjeve ose kanë diçka kronike, kjo është momenti ideal për të gjetur shërim atyre. Do përsa i përket virozave që janë shpërndarë në këto momente, është një virozë e cila është pak e lodhshme. Gjatë kësaj jave, të gjithë ata që po e vuajnë në këto momente do t'i këshilloj që jemi pak më të vëmendshëm në lidhje me trupin tonë, me përdorimin e energjisë tonë. Dhe kjo normalisht do të na ndihmojë që ta kalojmë këtë periudhë me pak më tepër qetësi. Një ndër ndikimet e cila mund të bëhet problematike është mungesa e elementit të tokës gjatë javës në vazhdim. Deri ditën e martë, kjo do të ndihet pak më pak, por pas ditës së martë, duke qenë se dhe hëna tashmë do të ndahet nga shenja e vricjapit, elementi i tokës do të ulet në mënyrë të konsiderueshme. Mënyrë se si do ta ndiejmë ne këtë është mund të kemi një anë mendore, psikologjike pak të ngarkuar, duke qenë se edhe elementi uji do të jetë shumë i lartë, mund të kemi një ndjeshmëri shumë herë më të madhe se çfarë duhet, mund ta kemi të pamundur që të krijojmë siguri, pra ndjenja e pasigurisë do të jetë shumë e lartë. Kjo mund të përkthehet në formë padurimi, gjitha marrëdhëniet tona mund të jenë vërtet shumë të prekura për këtë arsye, mund të kemi ankth, frikë dhe të jemi të shumë të pavendosur, gjë që mund të shkaktojë probleme detyrimisht edhe në anën tonë financiare, në mënyrë se si e bëjmë punën, duke qenë do të kemi dhe vështirësi për të kuptuar, për të mirë kuptuar të tjerë, sepse do të jemi gjithmonë në ankth se çfarë po na thuhet ose mund të keq kuptojmë shumë të thjeshtë të tjerët. Për fat të mirë, balancimi i elementeve është diçka e thjeshtë, mund të bëhet në disa forma të ndryshme. Më praktikja që kemi është për tokën, duke qenë se është tokë në kontakte me të, është shumë e thjeshtë, pra të ecim zbathur në natyrë do të na bënte mirë. Ndërsa nuk mundemi duke qenë tashmë te temperaturat janë ftohur, mjafton që të jemi jashtë në natyrë, edhe kjo na ndihmon në mënyrë të konsiderueshme. Mund ta plotësojmë këtë mungesë edhe nëpërmjet ushqimeve, duke përdorur rrënjët e bimëve, si për shembull patatet apo ndoshta rrënjët e selenos e të tjerë, karotat janë disa prej tyre. Këto duke qenë se na tokëzojnë në një farë mënyrë dhe shtojnë elementin e tokës, na ndihmojnë më tepër. Njëjta gjë është edhe me përdorimin e produkteve të mishit. Pra se që vjen re, nuk është diçka që nuk mund të ndilet man ose që nuk mund të përballohet, kemi gjithmonë mundësi që të gjejmë zgjidhje. Kjo është diçka që mund të na ndihmojë edhe për të kaluar atë ndjesinë e ankthit, duke qenë se në përgjithësi ndjesia e ankthit krijohet nga pasiguria që ne ndjejmë brenda vetes tonë dhe pa aftësia që ndjejmë në thonjza për të qëndruar në rutinë. Në qoftë se jemi më të planifikuar, i marrim gjërat hap pas hapi, dhe nuk shpërqendrohemi duke mundur të bërë të gjitha në të njëjtën kohë, kemi mundësi që kjo ndjesja e ankthit ulet në mënyrë të konsiderueshme, të vazhdojmë që të marrim përgjegjësi. Për fat të mirë, kjo do të jetë goxha e mbështetur edhe nga këndi pozitiv që përmenda midis Jupiterit dhe Saturnit. Pra, do të kemi anë negative, por në të njëjtën kohë do të na jepet edhe zgjidhje, do të kemi edhe një mbështetje vërtet shumë të madhe. Duke qenë se do të kemi një element toke shumë të ulët dhe do të kemi një element ujë shumë të lartë dhe do të jemi vërtet shumë të ndjeshëm, javën në vazhdim do të këshilloj të gjithëve që të mundohemi që të qëndrojmë pak më realist në përqasjen që kemi te njëri tjetrit,
Ndërkohë që shenjat që mund ta ndiejnë më pak se gjitha të tjerat do të jenë shenjat e tokës, detyrimisht duke qenë se përmbajnë brenda tokë. E kanë më të thjeshtë për ta manovruar. Shenjat që do ta kenë më të vështirë për të kryer të sigurinë e nevojshme do të jenë shenjat e ujit, duke qenë se dhe elementi i ujit është shumë i lartë, të njëjtën kohë edhe shenjat e zjarrit mund ta kemë pak të vështirë, duke qenë se edhe elementi i ujit është shumë i lartë, mund të kemi energji pak të luhatur për ta. Në qoftë se i përmendim shenjat e tokës është temi, kemi birgjëreshën dhe bricjapin. Pra këta mund ta kemë pak më të thjeshtë për të tejkaluar të gjitha këto probleme, sidomos shenja e bricjapit, duke qenë se dhe hëna do të jetë tek shenja e tyre, do ta kemë pak më të thjeshtë pjesën e parë të javës. Shenjat e ujit, duke qenë se do të kemi një element ujë shumë të lartë, do të jenë në elementin e tyre dhe kjo detyrimisht të bëjnë që të ndihen mirë, por mund të bëjnë pak më tepër prej melankolisë, e plogështisë dhe mund të jenë pak më dembel javën në vazhdim. Këto janë shenjat e gafores, është shenja e akrepit dhe shenja e peshqeve. Ndërkohë që edhe shenjat e zjarrit, duke qenë se energjia do të jetë goxha e luhatur, edhe pse një element i zjarrit do të jetë aktiv, do të jenë shenjat e luanit, është dashi dhe shenja e shqetarit. Por shenjat e ajrit janë pak më neutrale se të tjerat. Kemi vendosur tek shenjat e ajrit, prandaj dhe do ta ndiejmë më pak se ato tre elementet e tjera që përmenda, prandaj nuk e përmenda. Pra, këshillat janë të vlefshme për të gjitha elementet, gjithsesi ato që ishin më pak të prekur dhe më shumë të prekur e përmenda në mënyrë që ata që janë më shumë të prekur të mund të marrin masa më tepër. Përveç këtyre, ndikimet në përgjithësi që sa javë duken pozitive për pothuajse të gjitha shenjat. Kemi mbarimin më së fundit të këndit negativ midis diellit dhe Plutonit. Ky kënd negativ do të vazhdojë që të ndihet edhe pse shumë i zbutur pjesën e parë të javës deri ditën e mërkurë. Ditën e mërkurë me kalimin e mërkurit tek shenja e shqetarit, duke qenë se do të kemi tashmë një mundësi të kalimit tek këtij këndi, do ta kemi shumë më të thjeshtë sepse do ta ndijmë shumë më të zbutur. Pra, logjika jonë në këtë rast do të na ndihmojë që të mos marrim riske të panevojshme dhe të mos veprojmë në mënyrë agresive ose në mënyrë impulsive. Në këto momente temperaturat duken më të larta se sa ato të stinës dhe vazhdojmë që të kemi rreshje të pjesshme, nuk mund të them të vazhdueshme. Për sa i përket dëborës, duket pak e vështirë. Gjithsesi në zonat e larta edhe mundet. E mora me mend, por në këto momente kemi ndryshime shumë të shpeshta të temperaturave, edhe pse siç e tha gjatë së jave, temperatura duket në përgjithësi e lartë. Por rreshje shiu të paktën do të bëjmë re, pjesë, ndërkohë që mjegulla do të jetë vazhdueshme tek zonat e larta, do të këshilloj që gjithë ata që bëjnë udhëtime për shembull të marrin masa. Shenja e dashit gjatë së javës ka ndikime shumë të fuqishme. Kemi vendosjen të shumë planeteve tek shenja e akrepit dhe kjo për ta domethënë një aktivizim shumë i madh në jetën e tyre, sidomos për sa i përket bashkëpunimeve, po jo vetëm kaq, duke qenë se ka një perceptim shumë më të thellë për botën, kanë në këto momente aktivizimin e karmave të tyre, të botës së tyre të brendshme, po ashtu dhe gjithçka e shikojnë në mënyrë pak analitike dhe kjo detyrimisht indikon ata si në moral, po ashtu edhe në mënyrë se si ata lidhjet në këto momente, e njëjta që është e vlefshme edhe për sa i përket të ardhurave materiale. Po i marrim të gjitha me radhë. Marrëdhëniet në këto momente janë vërtet shumë pozitive, duke qenë se Venusi është vendosur pikërisht te shtëpia e tyre lidhjeve sentimentale, kjo do të thotë që të gjitha lidhjet, sidomos ato javat gjata janë të ndikuar në mënyrë shumë pozitive. Njëti Venus ndonse i largët vazhdojë që të ketë një kënd pozitiv me drejtuesin e tyre. Dhe edhe nga shoqëria marrin një mbështetje shumë të madhe, nëse se kanë probleme, do t'i këshilloja që për problemet marrëdhënie brenda çiftit të drejtoheshin tek shoqëria e tyre sepse mund të marrin disa këshilla vërtet shumë të vlefshme. Për sa i përket bashkëpunimeve, kjo javë është një javë në të cilën të gjitha bashkëpunimet janë shumë pozitive dhe kalojnë në disa dimensione të reja. Çfarë do të them me këtë? Në qoftë se kemi pasur probleme për të mirë kuptuar, po ashtu edhe për të shëruar disa pjesë tona të cilat deri në këtë moment ndoshta kemi pasur zhgënjime, mund na kenë mashtruar. Kjo është java në të cilën ne do të kuptojmë se ku kanë qenë gabimet tona dhe detyrimisht do të na ndihmojë që jo vetëm marrëdhëniet aktuale ti rregullojmë, pra marrëveshjet aktuale ti shpijemi në pikën të cilën ne dëshirojmë dhe që janë më të favorshme për ne, por po ashtu edhe në të ardhmen do të arrijmë që të krijojmë edhe diçka shumë më të shëndetshme pra.
Për sa i përket të ardhur materiale, në këto momente shenja e dashit ka një fuqizim vërtet shumë të madh, sidomos pas ditës së mërkurë, këto ta ndjejmë edhe më tepër, duke qenë se do të kemi një zgjerim të botë kuptimit të tyre, në përvështrimin që ata kanë ndaj gjithçkaje. Në këto momente çdo gjë po e studojnë në mënyrë intime, por pas kësaj, pas ditës së mërkurë, do të jetë më tepër fokusuar në praktikën e kësaj. Pra ato çfarë po mësojmë në këto momente do t'i derdhim në praktik dhe kjo detyrimisht i ndihmon ata për të kryer jo vetëm burimet e reja materiale, por edhe ato që kanë mund të zhvillojnë edhe më tepër. Duke qenë se do të kemi edhe një farë drejtësie, mund të studojmë më tepër, mund të trajnojmë bile shenjës së dashit gjatë javës në vazhdim, në qoftë se keni ndërmend të bëni diçka të tjetër, do t'ju këshilloj me ngulm, udhëtimet na bëjnë vërtet shumë mirë sepse na ngrenë vërtet shumë moralin, pra gjithçka që e ndryshon në një farë mënyrë botë kuptimin ton, do të na ndihmojë vërtet shumë. Merkuri do të kalojë në retrograd tek shenja shigjetare, që do të thonë edhe rikthimin e mundësive që ata kanë për të trajnuar ose për të zgjeruar në disa raste edhe për të thyer besimet e tyre të cilat nuk janë të shëndetshme dhe këtë do të fillojnë ta bëjnë që nga kjo javë. Prandaj dhe mund të jemi pak të sfiduar brenda vetes tonë. Pra bota jonë e brendshme mund të jetë pak e sfiduar, por do ta kenë shumë më të thjeshtë për të tejkaluar nëse thjesht pranojnë ndryshimin. Për shenjën e dashit kjo nuk është diçka që është shumë problematike, por në këto momente duke qenë se kemi farë migullim në botën e të brendshme, mund të kemi dalë në sipërfaqe edhe të temave të cilat ata ndoshta nuk kanë dëshirë që të merren, ju duken humbje kohë e të tjerë. Gjasa javë do të jenë detyruar që të përballen me këto dhe duke qenë se do të kemi energji shumë të shpërndar, do të jemi shumë të ndjeshëm e të tjerë, nuk do të dinë se ku të përqendrohen, prandaj dhe këshilla që dash në fillim që të jemi të programuar do të jetë më e vlefshme për shenjën e dashit se pothuajse të gjitha shenjat e tjera. Okej, në lidhje me shëndetin, është një periudhë shumë e rëndësishme për ta. Sidomos në lidhje me sëmundjet ngjitse, shenja e dashit në këto momente është më i prekur, prandaj do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm për të gjitha llojet e sëmundjeve ngjitse, me qira fjala, edhe ato që përhapen në rrugët seksuale, prandaj edhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Ndërkohë që për sa i përket sëmundjeve që kanë të bëjnë me pjesën e gjirit, kjo vazhdojmë që të jemi në periudhën e tetorit roz, do të këshilloj që të shkojmë dhe të bënim analizat e nevojshme edhe në këtë pikë. Shenja e demit. Shenja e demit në këto momente ka një aktivizim super të madh. Super. Kemi shumë vendosje të shenja akrepi dhe janë vërtet në simbiozë me njëra tjetrën, ndërkohë që njëra ndikohet është e pamundur që edhe tjetri të mos ndikohet. Ka një aktivizim shumë të madh të ardhurave materiale, duke qenë se efikasiteti që ata kanë në këto momente është shumë i lartë. Janë ndryshime sipër. Ky ndryshim vjen pothuajse në çdo aspekt të jetës së tyre, por më e rëndësishme është në mënyrë se si ata e bëjnë punën. Dhe duke qenë se ka më praktike, bile përveç prakticitetit mund të kemi dhe shtimin edhe të një ane e cila le të themi pak artistike. Kjo do thotë që për të gjithë ata të cilët ju duhet një farë kreativitetin në punën e tyre, do të jenë shumë më tepër superior se të tjerët gjatë kësaj periudhe, do të kenë një mendje e cila funksionon në disa dimensione të ndryshme dhe i ndihmon ata për të kryer dhe burime të reja materiale. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e demit është në një nga periudhat ku mund të jetë në lullëzime sipër, duke qenë se edhe këtë pikë e shikon në mënyrë praktike. Vazhdojmë që të ngelemi pak në ato fryma që na dha Venusi tek shenja e Virgjëreshës dhe që sa javë do ta ndijmë edhe më tepër. Por shenja e demit, duke qenë se është një shenjë toke, ka më të thjeshtë për të tejkaluar problemin e mungesës së elementit të tokës, por gjithsesi do të këshilloj edhe atyre që të bëjnë ecje në natyrë, sepse kjo do të ndihmojë që të qëndrojnë besnik planit të tyre. Edhe për ta është e vlefshme duhet të jenë të planifikuar, ky planifikim detyrimisht i do të ndihmojë ata që këtë prakticitetin që kanë në këto momente ta shfrytëzojnë në maksimum. Ndërkohë që për persona të cilët në këto momente nuk janë në një lidhje, do t'i këshilloj që të fokusohen pakës më mirë të themi tek marrëdhëniet që kanë me kolegët e tyre, sepse prej aty mund të lindin edhe lidhje të reja. Nuk do të thotë që thjesht kolegët e tyre mund të bëjnë lidhjet e tyre, do të thotë që edhe mund të kemi edhe prezantime në këtë pikë.
Shenja e demit në këtë moment fokusimin kryesor ka te çështje sentimentale, prandaj po qëndroj pak më tepër këtu. Kemi në një farë mënyrë drejtësi, sepse ata vetë po mësojnë shumë edhe nga partnerët e tyre, po ata që nuk kanë partner në jetën e tyre po mësojnë shumë nga vetmia, se si duhet të jenë, çfarë kërkojnë vërtet nga lidhjet e tyre, dhe kjo i ndihmon për të kryer një stabilitet vërtet shumë të madh. Kjo është java e shërimit për ta, dhe shërimi do të vi si fillim nëpërmjet komunikimit të duhur, po ashtu dhe të mbajtjes së përgjegjësive të gjithçka që ata kanë jetën e tyre, dhe do të kemi edhe një përmirësim të dukshëm, pas kësaj edhe të çdo gjëje që kanë një, duke qenë se do të kemi stabilitet vërtet shumë të madh. Duke filluar nga java në vazhdim, ky stabilitet do të përkthehet në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, por në mënyrë që të mund ta kapim javën që vjen në gjithë fuqinë e saj, do të këshilloj që këtë javë të jemi të qëndrueshëm, të qëndrojmë planet pra besnik, dhe të fokusohemi pak më tepër si tek bota jonë e brendshme, po ashtu edhe tek marrëdhëniet tona për të shëruar aty ku kemi nevojë. Shenja e demit në lidhje me karrierën e tyre gjatë kësaj jave do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm, jo si ishte java e kaluar. Arsyeja është se sidomos ditët e para do të kemi një kënd negativ të diellit me Plutonin që është i vendosur në këtë moment tek karriera e tyre, dhe kjo do të thotë që nëse veprojnë në mënyrë impulsive, mund të prishin shumë punëvetes së tyre, bile pak a shumë të shkatrojnë edhe të gjithë mundin që nga bërë deri në këtë moment, e prandaj do të këshilloj që të jemi të përmbajtur. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi ndryshime të shumta në këto momente. Ndryshimet njëlloj siç ishte tek shenja e demit, dhe për ta po vinë tek jeta e tyre e përditshme dhe tek efikasiteti që kanë në jetën e tyre. Por ndryshe nga sferisht e shenja e demit që ka shumë më të thjeshtë për të qenë stabil, për shenjën e binjakëve, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e krepit, dhe një prej tyre është Marsi, që së jave do të duan që të jenë shumë aktiv. Komunikimi është shumë i përshpejtuar dhe duan që të nxjerrin shumë informacione ose të marrin shumë informacione, dhe kjo detyrimisht mund t'i hapi rrugën shumë gabimeve. Prandaj duhet jemi të kontrolluar pikërisht në këtë pikë. Ajo çfarë duhet të bëjmë është që të bëjmë një plan dhe t'i përmbajmë asaj. Në qoftë se bëjmë këtë, për shenjën e binjakëve gjatë kësaj jave kemi mundësi shumë të madhe për të pasur një rritje kolosale. Me kalimin edhe të Mërkurit që është drejtuesi i tyre tek shenja shigjetare, do të kemi tashmë një fokusim shumë të madh tek bashkëpunimet. Në përgjithësi këto bashkëpunime do të jetë në lidhje me biznesin, pra nuk do të kemi ose më them partneritetet nuk do të jenë fokusi kryesor tek çështjet sentimentale, fokusi kryesor do të jetë në krijimin e stabilitetit ekonomik për shenjën e binjakëve. Kjo do të bënte vërtet shumë mirë, sepse në këto momente kemi disa ide të cilat nuk kemi shumë të qartë se si t'i përkthejmë në anën praktike. Në këtë pikë do t'i këshilloj që të marrim mendimin e mësuesve tanë, nëse kemi marrëdhënie ende me ta, për profesorëve tanë, nëse nuk kemi marrëdhënie me ta ose jemi shkëputur, do t'i këshilloj që të merrnim ndihmën e personave të cilët e dim që kanë një farë kapaciteti, të cilët e dim që kanë një uri të përshtatshme për pikën në cilën e duam që të marrim këshilla. Shenja e binjakëve në këto momente ka një fokusim shumë të madh tek shëndeti, duke qenë se kemi një shërim e sipër tashmë tek shëndeti tyre fizik, sidomos për ata të cilët kanë probleme kronike në lidhje me moshkret ose me frymarrjen. Kjo është një nga momentet më pozitive në këtë temë. Çdo gjë që manifestojnë, çdo gjë që e fton në këto momente, pra pak a shumë fjala e tyre ka është një farë magneti për të tërhequr në jetën e tyre gjithçka që ata dëshirojnë, ose që nuk e dëshirojnë. Prandaj do t'i këshilloj që fjalën e tyre ta përdorin të vetëdijshëm. Në qoftë se kemi pasur probleme në marrëdhëniet tona si sentimentale, po ashtu dhe brenda familjes, ky është një moment shumë i rëndësishëm për t'i shëruar ato. Shenja e binjakëve është një ndër periudhat ka një rritje kolosale, pothuajse në çdo aspekt të jetës, dhe më e rëndësishme për ta është kontaktet që po krijon ose që ka në këto momente, sepse te këto do të vëmë re një shërim të dukshëm. Pas kësaj, duke përdorur të gjitha këto kontakte dhe këtë rrjet të ri që ka ndërtuar dhe po ndërton në këta momente, ka mundësi shumë të madhe për të kryer stabilitetin që përmendoj në fillim, pra stabilitetin shumë të madh ekonomik. Përsa i përket karrierës në këto momente, shenja e binjakëve do të ketë një rritje kolosale. Kjo do të vazhdojë gradualisht që gjithë muajin nëntor.
Por gjatë muajit nëntor më tepër duke qenë se fokusimi do të jetë nga rikthimi i gjithçka që është në të shkuarën, të cilat ndoshta na ka shkar nga duart e të tjerë, ti mund të kemi edhe rikthimin e mundësive dhe do të kemi një shtim shumë të madh edhe të informacionit që do të marrim në atë periudhë. Këshilla ime do të jetë që këtë javë ta përdorim në maksimum për të përzgjedhur gjithçka që ne dëshirojmë në jetën tonë. Dhe pas kësaj të përzgjedhim edhe rrugën që duam ta ndërtojmë, pra të bëjmë plane shumë të repta apo të hekurta dhe t'i përmbajmë atyre, sepse kjo do të na ndihmojë edhe gjatë gjithë nëntorit. Pastaj është një javë shumë e rëndësishme për këtë arsye për shenjën e binjakëve. Më duket se përgatita, po. Shenja e gaforës. Për shenjën e gaforës në këto momente kemi ndryshime shumë të mëdha, shumë pozitive. Është një nga shenjat e cilat do të ndikojnë në mënyrë më pozitive se të gjitha shenjat e tjera. Hëna është në rritje, Jupiteri ka këndë pozitive, Jupiteri aktualisht të vendosur tek shenjat e tyre dhe mbi të gjitha ju sjell fat shumë të madh. Kemi një shërim pothuajse të plot të shëndetit fizik, bëhet fjalë në këto momente, sepse edhe kemi spastrimin e pothuajse të gjitha barrave të këqija që ka pasur, barrave të egra, më të them që ka pasur në jetën e tij, si për sa i përket shëndetit fizik, po ashtu dhe elementeve të ndryshme, si një lloj edhe njerëzve të ndryshëm, të cilët ata i dëmtonin. Duke qenë se kemi një element toke të ulët gjatë kësaj jave, shenja e gaforës mund të ketë pak më të vështirë për t'u përmbajtur, mund të jenë shumë më tepër emocionale, dhe kjo do të thotë edhe shpërthime emocionale. Prandaj edhe këshillat për përsëris të ecim në natyrë, të mundohemi që të ushqehemi me rrënjët e bimëve dhe po ashtu edhe të marrim edhe mish, në qoftë se kemi probleme ose nuk kemi tolerancë të mishit, mund të përdorim mishin e bardhë, pra si peshkun e të tjerë. Mënyrë se do të shprehet në anën fizike është mund të kemi probleme me sistemin tretës. Këtu ta ndijmë, mund të jetë një nga mënyrë se mund ta perceptojmë që në këtë moment e kemi probleme dhe mund të kemi edhe shpërthime emocionale, më vonë se mund të jemi shumë të ndjeshëm edhe ndaj gjithçka që kemi në ambient. Prandaj edhe këshillat i dëgjuat. Pika ku do të këshilloj që të fokusohemi për ta zhvilluar në këto momente është vetja e tyre, sepse në këto momente shenja e gaforës ka mundësi shumë të madhe rritje, zhvillimi. Kjo do të visi në çështje sentimentale, po ashtu në krijimin e një begatie të ardhurat materiale, e njëjtësh është të vlefshme edhe në karrierë, po ashtu edhe në kontaktet që ka me njerëzit. Sidomos marrëdhëniet që ka në këto momente me vëllezërit, me motrat, me familjen e tyre, po ashtu edhe me shoqërinë, janë shumë efikase. Kemi një zgjerim të dukshëm të jetës së tyre sociale, do të ndihet vërtet shumë mirë këtu. Do të kemi rikthimin nga shkuar dhe të personave të cilët ndoshta kanë qenë miq në të shkuar në familjen tonë. Këta do të rikthehen jetën tonë për të qëndruar tashmë këtu. Do të kemi një zgjerim të dukshëm edhe të enës së tyre, pra, dhe kjo natyrisht do të bëjë të ndihem më mirë, më të kuptuar. Kushtin për përsëris është që të jemi të kontrolluar dhe nëse ndiejmë veten tonë që po ndikohemi shumë nga ambienti që na rrethon, po tërheqim shumë në jetën tonë gjëra të cilat nuk na përkasin, këshillat tashmë i dinë. Për sa i përket shëndetit, e thash në gjatë kësaj jave mund të kemi shumë të prekur sistemin tretës, vazhdojmë që të kemi të prekur pjesën e gjirit, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në ndikime të hënës së re që ndodhe, prandaj edhe të gjithë atyre që kanë probleme sidomos kronik ose që janë të ardhur nga familja, do t'i këshilloj të shkonin patjetër te doktori dhe të bënin analizat e nevojshme. Okej, dhe shenja e luanit shumë e ndikuar në këto momente, por ka një lëkundje të dukshme të energjisë së tyre, ka një luhatje të dukshme, duke qenë se do kemi mungesën e elementit të tokës dhe një element zjarr, një element ujë vërtet shumë të lartë. Ata mund ta nisë ku i shtëron energjia. Për këtë arsye do t'i këshilloja që të përdornin erëza të cilat përmbajnë elementin e zjarrit, si për shembull siç është kanella ose gjinxheri. Këto janë që shtojnë elementet e zjarrit dhe sidomos çajrat e ngrohtë na ndihmojnë edhe më tepër. Shenja e luanit është një nga shenjat e cilat do të preket më tepër gjatë kësaj jave, do të jetë shumë e ndjeshme, do të ketë një ndjeshmëri vërtet shumë të lartë, se do të ketë një empati shumë të lartë. Kjo detyrimisht do të shtojë ata që të kuptojnë shumë mirë se ku mund të kenë gabuar deri në këtë moment ose kur ju është bërë padrejtësi.
Kemi një ndikim shumë të fuqishëm tek marrëdhëniet që kam me familjen e tyre, është shumë pozitive, këtë më duhet të them, edhe pse mund të kemi rihapjen e plagëve të shkuarës, kjo nuk do të thotë se është diçka negative, përkundrazi, mjafton që ne të përballemi me to, do të kemi një shërim të plotë të botës tonë të brendshme si fillim, dhe më pas do të kemi edhe shërimin e marrëdhënieve që kemi me familjen tonë. Shenja e luanit në këto momente është një nga shenjat që kanë ndikime më të mëdha pozitive, por dhe shumë i sfiduar. Dielli në këto momente ka një kënd negativ me Plutonin që është vendosur tek shenja ujorit. Dielli është drejtuesi i shenjës së luanit dhe në këto momente ka një ndikim shumë të fuqishëm tek marrëdhëniet që e ka me familjen e tyre, sidomos me nënën e tyre. Këtu mund të kemi disa probleme. Në qoftë se i lëm pas dore mund të shndërrohen në tematika në debate shumë të fuqishme, por në qoftë se i paraprim marrim masa, do të kemi mundësi që të shirojmë këto marrëdhënie ose të zhvillojmë edhe më tepër. Në qoftë se, siç e thash, kthehen në debate, këto mund të tejkalojnë kufirin edhe të marrëdhënies që kam me nënës, dhe mund të prekin edhe shumë marrëdhënie të tjera, si për shembull ato që janë me partnerët, pak më tepër ata që janë të martuar, mund të prekin edhe marrëdhëniet bashkëshortore. Prandaj shenja e luanit, edhe pse do të ketë një energji të ulët, do t'i duhet që të gjejë fuqinë e duhur që gjatë kësaj jave të bëj ballë të gjitha streseve që mund t'i dalin gjatë rrugës. Por ka mundësi shumë të madhe për të zhvilluar, siç e thash. Kemi krijimin e një begatie shumë të madhe në shtëpi, në banesë, në karrierë. Do të kemi krijimin e burimeve të reja, ka një kreativitet shumë të lartë në këtë moment të shenja e luanit, dhe mbi të gjitha ka një mendje e cila punon në mënyrë pak ndryshe dhe i ndihmon ata edhe për të pasur ide të reja, sidomos edhe për ta është e vlefshme në lidhje me punën që kërkon një farë krijimtarie, do të jetë më e vlefshme sepse do të dalin pak më tepër përpara, disa hapa përpara se gjithë kolegët e tyre, dhe kjo do të ndihmojë që ndoshta të marrin një rritje në detyrë, si edhe rritje të ardhurave materiale. Pika ku shenjës së luanit do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm duke qenë se energjia është e luhatur, do të jetë detyrimi shëndeti. Fokusi gjatë kësaj jave do të këshilloj që të ishte tek stabiliteti që ata kanë brenda vetes së tyre, botës së tyre, në qoftë se arrin që të mbajnë në kontroll moralin e tyre, ndjenjat e tyre ose reagimet e tyre, më të themi, i kemi shumë më të thjeshtë që gjithçka që bëhet në këto momente, ose gjithçka që ndodh në këto momente, ta përdorin në avantazhin tonë. Është një nga javët më pozitive për këtë temë. Shenja e Virgjëreshës. Shenja e Virgjëreshës në këto momente ka një zhvillim vërtet shumë të madh. Në këto momente deri ditën e mërkurë fokusimi i tyre kryesor do të jetë të ardhurë materiale. Mund të bëjmë pak panik në lidhje me këtë temë, nëse nuk kemi marrë atë çfarë dëshirojmë, por edhe pavarësisht kësaj, do të bëjmë rinjaritje të dukshme. Kemi patëm fillimin e mbarimit të problemeve që kanë pasur tek të ardhurë materiale, sepse ata vlerësohen pak më shumë në këto momente. Është një vlerësim i merituar, do të them. Kam punuar shumë për këtë. Dhe me kalimin e të Mërkurit tek shenja e Shigjetarit, për ta tashmë do të fillojë një periudhë e re shumë më e vegat. Në fillim, menjëherë pas kalimit të Mërkurit tek shenja e Shigjetarit, do të krijojë edhe një kënd pozitiv me një prej drejtuesve të tyre tjetrin, pra i cili është Ceresi. Dhe kjo do thotë një shtim të dukshëm të begatisë së tyre. Do të jenë shumë më tepër kreativ dhe mbi të gjitha kanë më tepër fat në jetën e tyre të përditshme. Çfarë do thotë kjo? Që mund të dalin mundësi papritur, mundësi të këndshme, oportunitete të këndshme, të cilat indikojnë ata edhe për të kryer një mërqënie vërtet shumë të madhe ekonomike. Kjo nuk është se do të jetë, siç e thash, diçka shumë e papritur, faktikisht e kanë krijuar këto mundësi që tani, por në momentin e parë do të duket sikur janë të papritura dhe nuk e kanë idenë se nga do të vinë. Pavarësisht këtyre, të gjitha bashkëpunimet që mund të dalin duke filluar nga dita e Mërkurit tutje, do t'i këshilloj që t'i merrin të gjitha parasysh, t'i shqyrtoni mirë, se do të bëhen forma shumë të mira, shumë pozitive për të kryer mërqënien ekonomike të cilat ata kanë kohë që e dëshirojnë. Marrëdhëniet që kanë me shoqërinë gjatë kësaj jave, në qoftë se sidomos për personat që mund të kenë pasur zhgënjime, probleme ose ndoshta prishjen e marrëdhënieve të ndryshme që kanë pasur tek shoqëria, nëse nuk janë ndjerë të vlerësuar këtu, që se javë do të kemi shërimin e këtyre tematikave. Çështje sentimentale në këto momente për shenjën e
shqiptarësh në përmendjes, përfshin e Birgjëreshës, janë shumë pozitive. Janë vërtet shumë pozitive. Do të kemi krijimin e lidhjeve të reja, të cilat janë shumë të rëndësishme për ta, janë shumë të shëndetshme për ta, me themele shumë të forta. Nuk ka rëndësi se kur fillojnë, mund të jenë të reja, por do t'ju duket sikur kanë vite sheku që i njohin. Kjo është vërtet shpërblimi i gjithë punës që ata kanë bërë deri në këtë moment me veten e tyre. Sidomos në qoftë se vazhdojmë që të bëjmë kufij të shëndetshëm, të mos vetë sakrifikohemi për lidhjet që kemi, ose të mos i shërbejmë të tjerëve sikur të jemi nëna e tyre, do të na ndihmojë edhe më tepër. Okej, shenja e peshorës. Shenja e peshorës është edhe kjo një ndër shenjat më të ndikuara të javës. Kemi ndikime shumë të fuqishme dhe në përgjithësi pozitive. Dita e Hanë, duke qenë se Hana do të ketë një kënd negativ me Venusin, i cili është vendosur në këtë moment tek shenja e peshorës, do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Pika ku duhet jemi të kujdesshëm është marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë, ose mund të kemi problem me tek shtëpia jonë. Kjo nuk është diçka e papritur, është diçka që nuk e kemi vënë veshin, si në marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë, po ashtu edhe diçka orendi që mund të prishet brenda shtëpisë. Duke qenë se nuk e kemi vënë veshin, kjo mund të na prishë, mund të hapë probleme, të cilat mund të krijojnë edhe mund të na lënë pak konfuz me të themi, dhe të kemi dhe arsyeme materiale. Gjithsesi, këshilla ime do të ishte që të mos kalojmë shumë kohë dhe të brengosemi për ato që kemi humbur në këto momente, sepse java në vazhdim do të ketë ndikime shumë të fuqishme pozitive, të cilat në qoftë se nuk i përdorim, pastaj do të pendohem shumë. Pika ku do të ketë një shërim të dukshëm është çështjet materiale. Dhe kjo do të vijë më tepër nga bashkëpunimet, ose do të vijë më tepër nga marrëveshje të shumta që ne kemi lënë pas dorë, ose më të them që nuk i kemi ushqyer shumë deri në këto momente. Mund të vijë, është një të gjë, edhe nga kredit, nga trashëgimit, edhe mund të vijë edhe nga trashëgimit. Gjithsesi, për shenjën e peshorës, kjo javë do të thënë një javë mundësish, javë në cilën ata kanë mundësi shumë të mëdha për të rritur. Është një ndër javët e fundit ku do të kemi edhe uranin të vendosur tek shenja e binjakëve, se pastaj do të rikthehet tek shenja e demit. Kjo do thotë që duhet ta përdorin me ngul, sidomos për të trajnuar. Në qoftë se në këto momente keni në mendjen tuaj një ide për të trajnuar në një fushë të caktuar e cila ju ndihmon për rritjen tuaj në karrierë, do ta këshilloja me ngul. Udhëtime jashtë shtetit, brenda shtetit, kontakte me persona të cilët do të shtojnë rritin tuaj të komunikimit të personave që keni në jetën tuaj. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, do të këshillohesh të bëni patjetër, ose të forconi patjetër, se do t'ju duhen shumë, edhe duke filluar nga e mërkurë tutje, por edhe gjatë javës në vazhdim. Për shenjën e peshorës kemi një fokusim shumë të madh tek logjika në këtë moment. Janë shumë të logjikshëm, janë shumë të balancuar. Ndryshe çfarë thuhet për shenjën e peshorës që jo janë të balancuar, nuk vendosen të tjerë. Gjatë se javë janë vërtet shumë të balancuar, nuk kam pse të fokusohen tek gjëra të tilla, dhe siç e thash mund të kemi dhe një shërim të dukshëm të vlerave që ata kanë në jetën e tyre, dhe kjo do të sjellë edhe të ardhura materiale vërtet shumë të mira. Marrëdhëniet që kanë me prorët e tyre, në qoftë se deri në këtë moment kanë qenë problematike, ose nuk është ditur vlera tek puna që ata bëjnë, çësa javë do të marrin pikërisht atë që meritojnë. Komunikimi është çelës. Pas ditës së mërkurë, i njëjti komunikim do të bëhet edhe më pozitiv. Drejt fundjavës, në mosdita e premte, është shumë pozitive për të komunikuar gjithçka që ne dëshirojmë. Në qoftë se duam rritje rroge, mund ta themi këtë, në qoftë se duam të ndryshojmë kushtet të punës tonë, edhe këtë mund ta bëjmë. Dhe është edhe një javë kur çështjet sentimentale, përveç të gjitha këtyre, ka një prioritet vërtet shumë të madh, sepse do të kemi edhe shërimin e të gjitha marrëdhënieve, të cilat deri në këtë moment neve na kanë kryer brenga, le të themi. Dhe mund të kemi edhe përforcimin e dukshëm të marrëdhënieve aktuale, po ashtu edhe krijimin e lidhjeve të reja. Por shenjës së peshorës, këshilla ime do të ishte që të jenë të qartë në vlerën që ata kanë, dhe këtë ta pasqyrojnë në çdo aspekt të jetës së tyre. Pra, kjo është pak a shumë kushti që ata kanë, që se janë. Shenja e akrepit.
Shenja e akrepit në këto momente është një nga shenjat më të fuqishme. Është fuqizuar në mënyrë të dukshme sepse jemi në stin e tij dhe jo vetëm kaq, ka disa vendosje të cilat e ndikojnë në mënyrë shumë pozitive. Si fillim, një prej këtyre vendosjeve që është shumë pozitive do të ketë ndikim të madh gjatë kësaj jave është Marsi, që është një prej drejtuesve të tyre, do të ketë kënda pozitive edhe me Jupiterin, po ashtu edhe me Saturnin. Për shenjën e akrepit që se jave kemi një fat vërtet shumë të madh dhe mbi të gjitha jemi shumë të përgjegjshëm ndaj fatit që kemi. Shenja e akrepit është shenja fikse e atyre elementit të ujit dhe kjo do thotë që kanë shumë më të thjeshtë për të kryer stabilitet në jetën e tyre. Duke qenë se janë më të përmbajtur se dy shenjat e tjera, janë më të fokusuar. Prandaj dhe do ta kenë më të thjeshtë se jave që të mos bien prej e ndjenjave të tyre. Gjithsesi, do t'i këshilloja që edhe ata të marrin masa, ato çfarë thash në fillim, pra të bëjmë ecje në natyrë, të përdorim pak më tepër ndoshta edhe rrënjët e bimëve, pra siç janë patatet e tjera për të ushqyer, po ashtu edhe mishin. Ishte thjesht një rikujtim. Shenja e akrepit që se javë, ndikimin kryesor do të ketë në çështje sentimentale. Këtu do të kemi një fokusim shumë të madh sepse atyre do t'ju nevojitet kjo për të kryer stabilitetin që atyre dëshirojnë dhe nga ana materiale. Do të vim pak a shumë krah për krau, do të ketë mundësi që të bëjë të dyja, pra edhe çështjet sentimentale të rregullohen të krijojnë lidhje të reja, po ashtu edhe të krijojnë stabilitet ekonomik shumë të dëshiruar. Është shumë aktiv dhe ky aktivizim nuk është kot, ose më të themi nuk është i shpërndar, përkundërzi ka mundësi që të bëjë gjithçka sepse dhe jeta e tyre, ose më të themi rutina e tyre, jeta e tyre e përditshme është vërtet shumë efikase në këto momente. Nga ana praktike, gjithçka e dinë se si ta bëjnë, pika kështu të jemi pak më të kujdesshëm, do të jetë në lidhje me shëndetin. Duke qenë se Marsi do të ketë një kënd negativ me Chironin, Chironi është plaga jonë e përjetshme, dikon në mënyrë të dukshme shëndetin tonë fizik, për shenjën e akrepit, në qoftë se ndjejmë që kemi farë debulese brenda trupit tonë, do t'i këshilloj patjetër që të merrni masa, të përdorni ndoshta edhe mjete mbrojtëse për ilaçe të tjerë çajra, në mënyrë që të mos sëmuremi, sepse në qoftë se sëmuremi që se javë ta kemi shumë më të vështirë për ta tejkaluar, është në një ndër momentet kur shenja e akrepit duhet të ruhet vërtet shumë. Për sa i përket punës, pra karrierës dhe marrëdhënieve që ata kanë me familjen e tyre, që se javë janë shumë të prekura të gjitha. Marrëdhëniet që kam me familjarët e tyre gjatë së javës do të jenë disi të sfiduara deri ditën e mërkurë, pas kësaj do të kenë mundësi që të gjejnë rrugë të përbashkët, duke qenë se edhe komunikimi me shenjën e akrepit do të jetë vërtet shumë pozitiv. Këtë mund ta bëjnë edhe ditën e hënë, por ditën e hënë duke qenë se fokusi i tyre kryesor do të jetë për të mbyllur ndoshta probleme që mund të ekzistojnë tek karriera e tyre, mund ta kenë pak më të vështirë që të fokusohen këtu. Gjithsesi, jemi në një periudhë ku shenja e akrepit ka një rritje kolosale dhe këtë do ta ndjej vazhdimisht në gjatë javës në vazhdim. Ok, këto ishin ndikimet, po i thash të gjitha. Dakord, përse tani po kaloj tek shenja e shëgjetarit. Shenja e shëgjetarit në këto momente ka një ndikim në botën e tyre të brendshme. Dhe këtu ka një shërim të dukshëm, sidomos deri në këto momente në qoftë se kemi pasur probleme me veten tonë, të cilat nuk arrim që t'i kuptonim. Mund të kemi pasur armiqësi nga njerëz të cilët na bënin që të ndjeshim keq ose na sulmonin pa kuptim. Të gjitha këto do të marrin fund duke filluar nga dita e mërkurë, sepse edhe mërkuri do të kalojë tek shenja e tyre, do të jenë shumë më të aftë për të komunikuar. Mënyra se si flasin tashmë do të jetë shumë më e saktë, do të arrin që të artikulohen shumë më mirë. Do të kenë një thellim shumë më të madh tek dituria, tek njohurit, do të shkojnë në kërkim të saj dhe kjo do të zgjidhë vërtet shumë ata si individ dhe do të ndihmojë detyrimisht në çdo aspekt të jetës. Pika ku do të ndihmohet më tepër është tek ana e tyre materiale. Në këto momente shenja e shëgjetarit ka një fat shumë të madh. Por kjo është pak a shumë me kusht në qoftë se janë të kontrolluar dhe në qoftë se kuptojnë veten e tyre mirë. Duke qenë se gjatë kësaj jave të gjitha këto tashmë do të marrin fund, pra kiç kuptimet që kanë dhe në lidhje me botën e tyre të brendshme, do të arrin që të tejkalojnë çdo stres, ndoshta çdo traumë që ju ka ngelur nga familja e tyre, tashmë do të futemi në një fazë ku do të kenë vetëm rritje dhe kjo do të jetë në vazhdimshmëri.
Kalimi i Mërkurit në retrograd që do të jetë në datën 7, detyrimisht do t'i prek, prandaj edhe këtë javë do të këshilloj që ta përdorim në maksimum. Si fillim për të kuptuar më mirë veten tonë, botën tonë të brendshme, subkonsciencën tonë dhe pastaj për të planifikuar se çfarë do të bëjmë gjatë kësaj periudhe. Është një periudhë vërtet shumë efikase, shumë e vlefshme dhe do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga logjika jonë. Janë shumë të saktë në këto momente për të perceptuar se çfarë atyre ju nevojitet. Çështje sentimentale. Në këto momente shenja shëgjetarit ka një përforcim të dukshëm të çështjeve sentimentale, pra janë shumë të ndjeshëm, por në të, aq sa duhet. Nëse thjesht marrin risk dhe shprehin ndjenjat e tyre ndaj personave të cilët kanë ndjenja ose që ndoshta nëse kemi pasur probleme brenda lidhjes dhe hedhin hapin e parë, këto janë lidhje të cilat do të shërohen. Kemi një zhvillim shumë të madh edhe të ardhurave materiale, sepse do të kemi një krim në stabiliteti vërtet shumë të madh. Kjo është një javë në të cilën shenja shëgjetar do të ndjehen vërtet shumë mirë, do të ndjehen shumë të vlerësuar, sepse ata do ta vlerësojnë vetën e tyre, sepse ata vetën e tyre do ta kuptojnë shumë më mirë. Do të kemi një mbështetje shumë të madhe edhe nga shoqëria, të cilën do të këshilloj që ta përdorim në maksimum. Në qoftë edhe një moment, fillojmë të dyshojmë tek vetia jonë, merrni telefonin, komunikoni me shoqërinë tuaj, do të jetë një mjet vërtet fantastik për këtë. Është shenja e fundit e zjarrit, prandaj dhe duke qenë se kemi një element ujë shumë të lartë në këto momente në hartë, do thotë që ata vetë janë shumë të luhatur në energjinë e tyre, prandaj dhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm për mënyrë se si i përdorim energjinë tonë. Kjo është e vetmja gjë. Nëse jemi të kontrolluar, kemi aftësi shumë të mëdha për të shëruar gjithsej javë, sepse drejtuesi i tyre është një nga këmbët e trekëndshituit. Pra, është një nga këmbët e cilat do t'i forcojë ata në mënyrë të dukshme. Shenja e mbërcjapit në këto momente ka ndryshime të shumta, në përgjithësi janë shumë pozitive. Dita e hënë do të fillojë me hënën tek shenja e tyre, por do të ketë një kënd negativ. Prandaj dhe do të këshilloja shenjës së mbërcjapit që të jemi pak më të vëmendshëm. Gjithsesi, nuk është diçka që nuk mund të kalohet, është shumë e thjeshtë. Duke qenë do të kemi mbështetjen e diellit, pra do të kemi mbështetjen e shoqërisë. Në këto momente, sidomos ditën e hënë të martë, nëse kemi probleme, nuk dimë se si të shprehemi, nuk dimë se cilën rrugë të ndjekim, jemi të pavendosur, edhe pse është një shenjë toke dhe janë më të stabilizuar gjatë kësaj jave, gjithsesi mund të kemi një farë pasigurie brenda vetes tonë. Këshillimi do të ishte që të komunikojnë dhe këta me shoqërinë e tyre, sepse këtu mund të marrin mendime vërtet shumë të vëre. Shenja e mbërcjapit gjatë kësaj jave do të ketë një rritje kolosale. Si fillim, kjo do të vijë nëpërmjet edhe bashkëpunimeve, po edhe nëpërmjet investimeve që kanë bërë deri në këto momente. Kjo si investime kohë, investime parash, investime tek njerëzit, tashmë do të fillojnë që të kthehen mbrapsht. Do të kemi një stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik, stabilizimin e marrëdhënieve që ata kanë me partnerët e tyre, sidomos në lidhjet afatgjata, gjatë kësaj jave do të vëmë një farë shërimi. Kjo nuk do të thotë thjesht për ata që janë në një lidhje, bile më tepër do të vihet re tek personat që në këto momente nuk kanë një lidhje, sepse do të kenë një shërim brenda vetes së tyre, do të shikojnë lidhjet tashmë në një formë më të shëndetshme. Për çfarë i duan në të vërtet këto lidhje dhe mbi të gjitha, cili është kuptimi që ato i japin këtyre marrëdhënieve dhe si do të jenë ato më të shëndetshme, cilat janë themelet e shëndetshme që ata do të ndërtojnë lidhjet e tyre që tani jetë tutje. Kjo është një javë shumë e vyer për këtë, do t'i këshilloj që ta përdorim, normal që do të jemi të planifikuar për punën që bëjmë në praktike. Një pikë që do t'i këshilloj shenjës së mbërcjapit që të jemi pak më të vëmendshëm është marrëdhëniet që kanë me ose më të themi, në qoftë se gjatë kësaj jave mund të merrni informacione për të bërë me shtëpi ose për ndryshimin brenda shtëpisë nga shoqëria juaj ose nëpërmjet shoqërisë, do t'i këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm në këtë pikë ose të mos i merrni përballë pa bërë kërkimet e nevojshme. Okej, shenja e ujorit. Shenja e ujorit është një shenjë e cila ka një ndikim shumë të fuqishëm. Deri ditën e mërkurë këto ta ndjejmë më tepër, sepse dielli do të vazhdojë që të jetë në kënd negativ me Plutonin, por pas kësaj do të jetë më të qetë. Tashmë gjithë mënyra se si ata zhvillojnë jetën e tyre,
fokusimi aty ku duhet jetë e din shumë më mirë. Edhe gjatë së javës kanë shumë më të thjeshtë për të tejkaluar problemet që kanë. Duke qenë se është një shenjë ajri dhe gjatë gjithë së javës do të kemi edhe ndikimin pozitiv të Venusit, që do thotë kemi një balancë shumë të madhe brenda vetes tonë, një uritë që marrim mësim nga ambienti, po ashtu dhe nga universi, na ndihmojnë vërtet shumë për të gjetur rrugën. Shenja e ujorit në këto momente ka një fat shumë të madh. Duke qenë se ka një kënd pozitiv me drejtuesin e tyre që është Urani, por Plutoni që është vendosur tek shenja e tyre ka një kënd negativ me diellin, edhe pse i zbutur do të vazhdojmë të na ndihmë edhe gjatë javës në vazhdim, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, mund të bien pre egos ton dhe kjo do thotë që mund të reagojmë në mënyrë shumë impulsive, shumë emocionale dhe detyrimisht do ta lëm pas dore logjikën dhe gjaktësinë. Kjo do të na prishë vërtet shumë punë, sidomos në marrëdhëniet që kemi me prorët tanë ose në lidhje me karrierën tonë. Çdo vendim i pa menduar mirë në këto momente mund të na shpjerë disa hapa mbrapa dhe detyrimisht gjithë puna që kemi bërë do të na ikë dëm. Por në qoftë se jemi të kontrolluar, kemi mundësi shumë të madhe rritje, sepse siç e thash, kemi mbështetje shumë të madhe nga drejtuesi i tyre. Kjo është një ndër javët e fundit, sepse drejtuesi i tyre pra Urani do të rikthehet tashmë tek shenja e Demit, kjo do thotë që mund të kemi rikthim edhe të problemeve që kemi brenda shtëpisë. Prandaj dhe kjo është edhe një nga temat që gjatë kësaj jave do të këshilloj që ta shikoni me vëmendje. Pra nëse kemi një rendi i cila nuk funksionon ashtu siç duhet, që kemi lënë pak pas dore të tjerë, ose probleme me familjarën tanë, të cilët nuk kemi dashur që të zgjidhim ose kemi dashur që të merremi, gjatë kësaj jave do të këshilloj që të kushtojmë pak më tepër vëmendje dhe të zgjidhim përpara se të jetë shumë vonë dhe përpara se na kushtojë shumë herë më tepër. Në lidhje me shëndetin, shenja e ujorit, për fat të mirë gjatë kësaj jave ka një ndikim pozitiv, do të kemi shërimin e plot në radhë të parë të shëndetit të tyre fizik, që është pjesa më e rëndësishme, dhe në radhë të dytë do të kemi edhe shërim të sistemit të tyre nervor. Jo të plot, por do të kemi zbutjen e çdo problemeve të trysnisë që kemi ndjer këtu. Shenja e ujorit do të ketë një ndikim shumë të fuqishëm dhe pozitiv për sa i përket edhe vlerave materiale. Këtu, në qoftë se deri në këto momente sidomos nuk kemi marrë atë çfarë meritonin, nga bashkëpunimet, nga marrëveshjet që kemi, sidomos nga vëllezërit dhe motrat tonë, po ashtu edhe në lidhje me trashëgimit, gjatë kësaj jave do të mundim që të gjejmë rrugë zgjidhje, do të kemi një farë mirëkuptimi pra në lidhje me këto tema. Okej, dhe shenja e peshqve. Shenja e peshqve në këto momente është një nga shenjat më me fat. Ka një ndikim shumë të fuqishëm pozitiv. Drejtuesi i tyre është i vendosur në këto momente tek shenja e tyre dhe i jep një shtytje shumë të madhe përpara. Ka një frym kreativiteti vërtet shumë të lartë. Ka një lloj ndjeshmërie i cila i ndihmon që të perceptojnë shumë mirë ambientin dhe kjo i ndihmon ata që të perceptojnë shumë mirë rrugën që duhet të ndjekin për sukses. Është e vlefshme në çdo aspekt jetës së tyre, por pika ku do të këshillosh ta fokusonin këtë është në marrëdhëniet që kemi me njerëzit, në shërimin e marrëdhënieve që janë problematike dhe sidomos në shërimin e marrëdhënies që kemi me veten tonë. Kjo do të na ndihmojë që të kemi një vetëvlerësim më të lartë, i cili do të përkthejë dhe në një mirëqenie vërtet shumë të madhe ekonomike. Pika ku shenja e peshqve në këtë moment mund të jetë pakës më ndikuar është shëndeti fizik, duke qenë se sistemi imunitar gjatë kësaj periudhe mund të jetë pak më ndikuar. Sidomos në qoftë se është diçka që kemi lënë pak pas dore dhe kemi mund të kemi shmangur edhe në probleme kronike që kemi ndoshta me shëndetin, gjatë kësaj jave do të ndihemi pak më tepër, prandaj do të këshilloj që të jemi pak më të fokusuar dhe këtu ose të marrim masat që na nevojiten. Të shkojmë te doktori dhe të bëjmë analizat e nevojshme për pjesën e gjirit është e vlefshme edhe për shenjën e peshqve. Bile mund të jetë një nga shenjat që do të ndikohet pak më tepër këtu, prandaj të këshilloj që të shkonin patjetër. Në lidhje me marrëveshjet ose në lidhje me marrëdhëniet që ata kanë me partnerët e tyre dhe këto nëse kanë qenë problematike ose nuk kemi ditur se si t'i zgjidhim, dhe bile mund të kemi shkuar deri në ndoshta edhe në ndarje ose të kemi diskutuar ndarjen me partnerët tanë, kjo është një nga javët ku do të këshilloj që të rishikonim këto tema ose t'i komunikonim përsëri. Sidomos pas ditës së mërkurë, duke qenë se do të jemi shumë më të aftë për të komunikuar ashtu siç duhet,
Kjo do thotë që kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të zgjidhur këto probleme. Edhe në qoftë se mund të kemi aplikuar për shumë përgjigje për divorc, është një javë të cilën në qoftë se nuk jemi të sigurt që duam të ndahemi nga personi caktuar, të komunikojmë edhe një herë, të flasim edhe një herë sepse mund të gjejmë zgjidhje. Është java e mirëkuptimit dhe e shërimit të marrëdhënieve me njëri tjetrin, prandaj edhe do t'i këshilloja që ta përdorim. Në çështjet materiale e përmenda që është si fillim fokusimi kryesor do të jetë tek shërimi i vetes tonë, por kemi një rritje konstante tashmë tek shenjë peshve, do të vazhdojmë që ta ndijmë edhe në javën në vazhdim, që së javë këshilla ime do të ishte sidomos deri ditën e mërkurë, fokusimi brenda vetes tonë, pas ditës së mërkurë do të këshilloj që të fokusoheshin tashmë tek karrierë. Doja të thoj që në fillim, ka shumë persona që më bëjnë pyetje, për shembull, japin ditëlindjen edhe më pyesin se çfarë shenje janë, ose kërkojnë informacione të detajuar për te atyre që unë jap. Për pjesën e parë, për ata që më pyesin se çfarë shenje janë, unë doja të thoja që ju lutem mos më trajtoni si motor kërkimesh, mund të drejtojnë te Google-i, aty mund të gjeni shumë thjesht informacionet. Ndërkohë që për ata të cilët më pyesin për pyetje personale, për gjëra të cilat unë nuk i them gjatë lidhjeve të mia të drejtë për drejtë sepse nuk kanë të bëjnë me shpjegimet që po jap. Ajo çfarë do të kërkoja për tyre është që të respektonin edhe punën që unë bëj. Në qoftë se nuk e respektoni dhe nuk e vlerësoni punën që unë bëj, më duket pa kuptim dhe pyetjet që bëni, sepse ju nuk po e vlerësoni pra, atëherë pse kërkoni punë ekstra nga unë. Në qoftë se dëshironi që të merrni informacione për te atyre që unë jap, pari përsëris mund të merrni konsultën tuaj. Shërbimet të cilat unë kam për publikun janë këto, janë lidhje të drejtë për drejta, analizat periodike që bëj, apo analizat për ditën, përveç këtyre informacione të cilat nuk përfshin këtu, pra mund t'i merrni nëpërmjet konsultave personale. Faleminderit edhe juve që morët pjesë, është në kënaqësi dhe jam shumë e lumtur që mundem që të transmetoj këto informacione, aq sa mundem detyrimisht dhe aq sa është e logjikshme, normalisht do të transmetoj. Përveç këtyre, siç e thash, mund të merrni konsultën tuaj të personalizuar. Jenë të gjithë të mirëpritur në të dy rastet. Të gjitha videot e mia, pasi kam mbaruar, i hedh tek kanali im YouTube-it, çdo të diel në përgjithësi në orën 10 e keni gati për shikimin javor. Faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë, shumë faleminderit. Natën.